Me rastin e konferencës vjetore, Dogana e Kosovës ka njoftuar për punën dhe rezultatet arritura gjatë vitit, ku është bërë e ditur se është shënuar një rritje të hyrave për 135 milion euro krahasuar me vitin e kaluar, raporton Ekonomia Online. Drejtori i Doganës së Kosovës, Agron Llugaliu, në fjalën e tij tha se 98% e të hyrave doganore deklarohen vullnetarisht. Dogana ka pasur një përmirësim të vazhdueshëm në luftimin e ekonomisë jo formale, duke qenë se kemi 18,6 milion euro vlerë të mallrave që kanë qenë subjekt i zbulimit, i ndalimit, i sekuestrimit ose konfiskimit, si dhe po ashtu me veprimet administrative kemi pasur një rritje të theksuar tek impakti i drejt për drejt tek luftimi i ekonomisë jo formale, me që kjo në këtë vit arrin në vlerën 42 milion krahas 32 sa ka qenë vitin parapak. Padyshim pjesa e veriut ka qenë një problem i pazgjidhur kohë të gjatë dhe është përdorur si stri jo vetëm nga pjesa e kontrabandës, por edhe formave tjera të krimit. Ne kemi pasur raste të hetimit për kontrabandë, kemi gjetë që ajo pjesë është përdorur edhe për trafikim të qenieve njerëzore. Ndërkaq, ministri i detyrë i financave, Hekuran Murati, tha se si rezultate i luftës së kundër kontrabandës është rritur edhe deklarimi vullnetar. Kjo normalisht vlen theksohet që 98% siç e thatë edhe ju vjen nga apo e vlerës së mbledhur vjen nga deklarimet vullnetare. E kjo është tepër e rëndësishme, sepse kjo nuk kupton që vetëm pjesa prej 2% vjen nga kontrollat shtesë, sepse shumica e deklarimeve pra janë të sakta. Dhe kjo ka ardhur si rezultat i luftës së pa kompromis të treguar sa i përket kontrabandës apo rrugëve të tjera ilegale, siç e dini. Edhe është shtuar kontrolli në gjithë territorin e vendit, janë mbyllur rrugët ilegale të kontrabandës, e për më tepër Dogana është pajis edhe me pajisjet më të reja të teknologjisë së fundit sa i përket skanimit apo detektimit të mallrave kontrabandë.